po shumica e preparateve kimio që ne i japim, shfaqin efekte anësore dhe të padëshirueshme. Mos them shumica prej tyre, mos them gjitha, po shumicën arrim t'i menaxhojmë. Për shkak se derisa është trajtim sistemik, kjo do t'i dëmton, e tham, qelizat e mira. E këqija, fillimisht, por i shkatron edhe qelizat e shëndosha. Derisa qëllimi është, domethënë, me pengu edhe shumimin dhe ndarjen e qelizave, pikërisht këtu e shkakton dëmtimin, domethënë në palcin e kockave, për atë kemi ndryshime në formule leukocitare, në pasqyrën e gjakut, me rënje të leukociteve, të neutrofileve, me anemi ashtu quajtur sekundare, me trombocitopeni, domethënë edhe trombocitët bijnë vazdisht nga preparati që e marrin, dhe